Përshëndetje dhe mirë se po takohemi edhe këtë të diel në emisionin Shkollë Gjakove. E diela e kësaj jave na gjen në shkollën fillore të mesme të Ullut Ardmëria në Ramoc, me një ambient të mrekullueshëm nga jashtë, me infrastrukturë të jashtme të pajisur në mënyrën më të mirë. Ne tash po drejtohemi për brenda, sepse pa dyshim që si ju edhe ne do të mbetemi të befasuar, por nuk do të lasim para se ta shohim për punën e mrekullueshme që zhvillohet në këtë institucion edukativo arsimor. Nga ju mbetet që të qëndroni me ne dhe të na ndiqni si neve, ashtu dhe intervistat e ndryshme që do t'i zhvillojmë në këtë institucion edukativo arsimor, në bashkëpunim me stafin menaxhues, me mësimdhënësit dhe me nxënësit që janë shkëlqimja dhe drita e gjithë shkollës. E jani bashkë me ne, le të him brenda tani. Ndërtimi i shkollës në Ramoc, ku ekziston edhe sot, ka filluar punën që nga viti 1950 me ndihmën e fshatarëve përreth. Si institucion i pavarur, Shkolla Fillore Ardmëria në Ramoc, punën e saj e ka filluar që nga viti 1954 në muajin janar, ku u shpall shkollë e pavarur dhe e ndarë nga shkolla e Brekocit. Intervistën e parë në këtë institucion edukativo arsimor me përkatësisht në shkollën fillore të mesme të Ullut Ardmëria në Ramoc, do ta zhvillojmë me drejtorin e shkollës Lek Hajdaraj. Përshëndetje drejtor. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Faleminderit për vizitën. Faleminderit shumë nga ana juaj për pritjen. Drejtor, në rolin tuaj si udhëheqës i shkollës, çfarë konsideron ju si prioritet? Prioritet është edukimi dhe arsimimi. Kuadër dy elemente që kemi si bazë, domethënë bëjmë përpjekje që sa më mirë të arrijmë një sukses më të madh. Kështu që fal punëtorëve, vyshën të stafit arsimor, domethënë këtë gjë e bëjmë me përkushtim dhe me shumë devotshmëri. Si nxënia është nivel të mirë, duke mos përjashtuar dhe bashkëpunimin e ngushtë domethënë të prindve, stafit, punëtorëve në përgjithësi, domethënë kjo është duke realizuar normalisht dhe është duke zhvilluar si mas plan programit parapar. Drejtor, sa nxënës ka shkolla juaj pasuar me stafin arsimor? Shkolla ka gjithsej 97 nxënës, 19 stafi arsimor dhe të gjithë këta janë duke bërë punën më të mirë mundshëm domethënë rreth edukimit dhe arsimimit të këtyre brezave që janë. Drejtor, si e mbështesni zhvillimin profesional të mësimdhënësve? Po, jemi duke arritur domosdoshmë me sukses që të kryejmë trajnimet të nevojshme për lidhje me suksesin e mësimdhënësve. Në punën që cila domosdoshmë është nevojë e kohës dhe kjo është mas e domosdoshme për një mësimdhënie cilësore. Drejtor, sa e konsideroni të rëndësishëm edhe integrimin e teknologjisë në mësimdhënie? Teknologjia është nevojë e kohës, është domosdoshmëri e kohës, që sa më shumë që dim ta përdorim dhe ta praktikojmë teknologjia është element kryesor, mos them, për një mësimdhënie cilësore ose për një mësimdhënie më cilësore. Dhe drejtor, për fund, çfarë ofron shkolla juaj sa i përket anës së infrastrukturës për nxënësit që ndjekin mësimin këtu, po ashtu edhe për mësimdhënësit që e ligjerojnë? Sa i përket infrastrukturës, shkolla jonë ka arritur për një kohë shumë të shkurtër që të krijojë kushte sa më të mira si infrastrukturën e brendshme dhe në infrastrukturën e jashtme. Domethënë kjo është bërë me një përkushtim jashtëzakonisht shumë të madh dhe fal shumë donatorëve, po them kështu, edhe kemi arritur domethënë që është në domosdoshmëri e kohës që infrastruktura e brendshme të jetë në një ambient i përshtatshëm dhe jashtëm, po ashtu që faktikisht tregojnë vetë edhe pamjet të cilat domethënë ju i keni zgjeruar o do të zgjeroni vetëm me sipër. Faleminderit shumë drejtor për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve, kënaqësi edhe për ne, edhe jeni të mirë se ardhni çdo herë. Shumë faleminderit. E shikues të dashur, ishte kjo intervista me drejtorin. Ne sapo kemi filluar, sapo kemi hyrë në shkollë. Ju vazhdoni të qëndroni me ne, do të keni mundësinë të ndjekni intervistat me mësimdhënësit e lëmive të ndryshme, e po ashtu edhe intervista me nxënësit me shkëlqimin e shkollës. Qëndroni me ne. Mësimdhënësit përkushtohen maksimalisht në këtë institucion për t'ju dhënë nxënësve mësime sa më të mbara, duke inkuadruar edhe aktivitetet në çdo orë.
Një tjetër intervistë këtu në shkollën Ardmëria do ta zhvillojmë me mësimdhënësin e gjuhës angleze Lendrit Koshi. Përshëndetje. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetëm, kënaqësia është e jona. Atëherë mësues, cilat janë disa nga metodat e mësimdhënies që ju i përdorni në një orë mësimore për të ngritur edhe më shumë aktivitetin e nxënësve në klasë? Atëherë duke pas parasysh që sot kemi një mësimdhënie aktive, ku nxënësin e kemi në qendër të klasës, atëherë edhe metodat duhet të jenë fleksibile nga ana e mësimdhënësit. Prandaj ne ndryshojmë në bazë të prirjeve aftësive të nxënësve. Më preferueshme për gjuhët e huaja, do thosha që është ajo të shprehur të lirë, ku nxënësit ndihen të lirë të shprehen, dhe prandaj ne duhet kemi parasysh që ditët e sodit nxënësit veç kanë informacion të bollshëm. Neve si mësimdhënës na ngelet që këtë informacion ta kthejmë në dije, në shkatësi dhe vlera dhe situata reale që do t'i përdorin më vonë. Si e inkurajoni bashkëpunimin mes nxënësve në klasë? Cilat janë ato metodat që i përdorni për të inkurajuar edhe më shumë bashkëpunimin mes nxënësve në klasë? Atëherë duke pas parasysh që ne sot kemi nxënës të gjeneratës Z dhe Alfa, ku kemi nxënës që janë të mishëruar me teknologjinë, atëherë gjuhët e huaja dhe teknologjia vetë se janë të gërshetuara njëra me tjetrën, prandaj rrjetet sociale dhe interneti veç kanë bërë ndryshimin në sistemin arsimor, ku qasja ime është mjaft e lartë në rrjetet sociale, ku nxënësit veç e kanë mundësinë të komunikojnë me mua për çdo gjë që kanë nevojë përmes rrjeteve sociale, andaj interneti dhe rrjetet sociale veç e kanë bërë ndryshimin. E sa mendoni që ka pasur rëndësi ky integrimi i teknologjisë edhe në mësimdhënien që ju e përdorni në klasë, në mënyrë që nxënësit të mësojnë edhe më shumë edhe të jenë edhe më të përgatitur? Atëherë duke pas parasysh që klasat tona i kemi veç të pajisura me televizor, i kemi me projektor, teknologjia veç e ka bërë ndryshimin. Ndryshimi është esencial, për shkak që gjuhët e huaja në përgjithësi, gjuha angleze po edhe gjuhët tjera, ndryshe është të lexohen, ndryshe është të dëgjohen, të shikohen me video, ndryshimi është esencial. Duke u bazuar në lëndën e gjuhës angleze, cilat janë disa nga aktivitetet që ju i keni zhvilluar së fundmi dhe me të vërtetë sa ju kushton një rëndësi aktiviteteve të tilla? Patjetër, aktivitetet janë shumë të rëndësishme për mësimin e gjuhëve të huaja në përgjithësi. Për shembull, personalisht jam angazhuar që të kemi quize të shumta, podcast dhe shumë aktivitete të tjera. Për shembull, kemi mësuar për vitaminat dhe i kemi marrë secili nga nxënësit diçka për shtëpisë dhe i kemi ndarë vitaminat. Kam angazhuar 3 shkolla që i kemi afër, shkollat e zonës, dhe kemi bërë një quiz të përbashkët, ku kemi pas mundësinë që të ndajmë përvojat, të njihemi me njëri tjetrin dhe kështu me radhë. Dhe për fund, cili do të ishte mesazhi juaj drejtuar nxënësve në rrugtimin e tyre arsimor, ndoshta duke inkuadruar pak edhe rëndësinë e aktiviteteve të ndryshme që ju i zhvilloni në shkollë, por gjithashtu edhe duke ju lënë atyre një mesazh në lidhje me arsimimin e po ashtu edhe me integrimin e gjuhës angleze në jetën e tyre dhe në përditshmëri. Atëherë duke pas parasysh se gjuha angleze është shumë e rëndësishme në kohët e fundit, po ashtu edhe teknologjia dhe gërshetimi i tyre është mjaft i rëndësishëm në jetën e tyre. Këshilla është sikur në orët mësimore që këto të dimë ti përdorim për mirë, anët pozitive dhe të shkojmë tutje në arsimim. Shumë faleminderit për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juaj. Me suksese të shumta e kanë kurorzuar rrugtimin e tyre arsimor nxënësit e shkollës. Një tjetër intervistë të këndshme duke gërshetuar gjuhën angleze dhe shqipen e zhvillua me një nxënëse të shkollës. Një tjetër intervistë këtu në klasën e 4 të shkollës Ardmëria ne do ta zhvillojmë me Antonian, por do ta bëjmë në gjuhën angleze. Përshëndetje Antonia, hello. Hello. Antonia, what is your favorite subject in school? Cila është lënda jote e preferuar në shkollë? My favorite subject is English and drawing. Dhe më pëlqen të vizatoj dhe më pëlqen lënda anglisht. Very good, Antonia, shumë bukur. Antonia, what is your hobby? Do you have a hobby? Cili është hobi jota? E ke ndonjë hobi ti? Po, kam. Më pëlqen të vizatoj. My hobby is to draw. What do you like drawing the most? Çfarë të pëlqen që të vizatosh pak më shumë? Unë kam qef të vizatosh sende imagjinare me shokët e mi. I like to draw stuff that are imaginated with my friends.
Antonia, can you tell us about the competition that you won the first place in the first round? A mund të na tregosh pak për garën dhe të cilën ti ke marrë pjesë që ke fituar vendin e parë në raundin e parë? How did you feel? Si e ndjer? Unë jam ndjer shumë e kënaqshme dhe frikësueshme. I was very happy, nervous and scared. Antonia, have you think something about your career? A ke menduar diçka për karrierën tënde? Do you have like a favorite job that you would like to do? A ke një punë të preferuar të cilën ti do të ta bëje në të ardhmen? Unë kisha qef të jem inxhiniera ose të jem artiste, se këto dyja më pëlqejnë shumë. I would like to be an artist or an engineer. Very good, Antonia. I wish you success and I hope you achieve every goal. Shumë bukur, Antonia, unë ti të uroj shumë suksese dhe shpresoj që ti arrish të gjitha ato synime që ti ke. Faleminderit shumë për juve. Thank you a lot from you guys. Thank you. Në lidhje me metodat e mosimdhënies, një intervistë të zhvilluam edhe me mosimdhënësin e klasës së 5 në këtë shkollë. Me Edona Tafa, mosimdhënëse e klasës së 5, do ta zhvillojmë një tjetër intervistë këtu në shkollën Ardmëria. Përshëndetje. Përshëndetje, fillimisht faleminderit që keni gjetur kohë të vini dhe t'i promovoni vlerat të shkollës sonë. Faleminderit, shumë kënaqësi është e jona, faleminderit nga ana juaj për pritjen në shkollën tuaj, po ashtu edhe në klasën tuaj. Atëherë mësuese, sa e konsideroni ju të rëndësishëm trekëndshin pedagogjik ose ciklin prindër, mosimdhënës dhe nxënës? Me të vërtetë trekëndshi didaktik mosimdhënës, nxënës dhe prindër është mjaft i rëndësishëm, sepse prindi luan rol kryesor në jetën dhe zhvillimin e fëmijëve, pikë së pari, pastaj vije mosimdhënësi në radhë të dytë. Fal bashkëpunimit të ngushtë që kemi me prindër, ne kemi arrit me të i kalu sfidat që i hasim gjatë punës me nxënës, dhe gjithashtu dua ta shpreh një falënderim shumë të veçantë për prindërit e shkollës sonë, të cilët janë kontribut dhënës për çdo nevojë dhe kërkesë që ne paraqesim si shkollë. Mësuese, sa e konsideroni të rëndësishëm integrimin e teknologjisë në mosimdhënie? Teknologjia ka ndikim pozitiv në mosimdhënie, sidomos në motivimin dhe përfshirjen e nxënësve, sepse fal teknologjisë nxënësit arrin të zhvillojnë aftësinë digjitale e cila është mjaft e rëndësishme për të ardhmen, dhe gjithashtu fal teknologjisë mësimi bëhet më tërheqës, më i kuptueshëm dhe gjithashtu më efikas. Mësuese, duke qenë se ju jeni mësuese klasës së 5 edhe normalisht që përdorni metoda të ndryshme në mënyrë që nxënësve t'ju shpjegoni mësimin e po ashtu edhe të ngritni edhe më shumë aktivitetin edhe kreativitetin e tyre në klasë. A ka mundësi të na tregoni cilat janë disa nga metodat që ju i përdorni pak më shumë? Pra, gjatë orëve të mia mësimore, përdor një sër metodash të cilat janë bashkëkohore dhe i përshtaten moshës dhe nevojave të nxënësve, të cilat duhet me cek që e bëjnë po ashtu mësimin e kuptueshëm dhe tërheqës për nxënësit, për shembull metodën e demonstrimit ose metodën e diskutimit, ku mendimin e diskutimit nxënësit janë të lirë të shprehin mendimet e tyre dhe gjithashtu të dëgjojnë njëri tjetrin. Përdorim metodën e mësimit në bashkëpunim apo punës në grupe, sepse fal punës në grupe, nxënësit arrin të mësojnë së bashku dhe gjithashtu të zhvillojnë aftësinë sociale. Përdorim edhe lojra mësimore apo aktivitetet të ndryshme me të cilët nxënësit angazhohen në mënyrë praktike për realizimin e këtyre aktiviteteve. Mësuese, për fund, cili do të ishte mesazhi juaj drejtuar nxënësve në rrugtimin e tyre arsimor ose këshilla juaj? Besoni shumë në vete, mos u dorëzoni asnjëherë, sepse çdo ditë është një mundësi e re për të qenë më të mirë. Shumë faleminderit mësuese, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe nga ana juaj dhe jeni gjithmonë të mirëseardhur në shkollën tonë. Shumë faleminderit. Nxënësit të ulur në bankat shkollore u shprehën të jetë lumtur që kanë mundësi të mësojnë gjëra të reja dhe të zhvillojnë edhe më shumë njohuritë e tyre. Një tjetër intervistë ne do ta zhvillojmë këtu edhe në klasën e parë. Përshëndetje. Përshëndetje, unë quhem Anton Hasonaj, nxënës i klasës parë dhe mësuesja ime është Albulena Sylaj. Anton, cila është lënda jote e preferuar në shkollë? Gjuha shqipe. Gjuha shqipe, pra ju edhe tash në orën e mësimit që jemi ne, po mësoni lëndën e gjuhës shqipe, apo? Po. Cila është shkronja që e keni mësuar sot? Gjë. Shkronja Gjë. A mund të na tregosh për shembull disa fjalë që janë me shkronjën Gjë? Gjugje, Hatigja, Gjoni edhe
Gjiraj. Shumë bukur, Anton. Anton, ju këtu përpara e pasket edhe një fletë. Anton, a mundesh me na lexu këto dy fjalit për shembull që ju i keni këtu, sepse janë fjalit të cilat fillojnë me shkronjën G. Kanë fjalë të cilat janë me shkronjën G. Shta. Po? Gjagji, gjem, pret, gjama me diamant, gjugjat jetojnë në gjungëll. Të lumt, Anton. Anton, e ti a e ke ndonjë hobi ose diçka që të pëlqen që ta bësh në kohën tënde të lirë? Po, Cila është ajo? Çfarë të pëlqen që të bësh në kohën e lirë kur i ke përfunduar të gjitha mësimet edhe detyrat? të ushtroj futbollin edhe kur rritna të bëj lujtar i futbollit. Ti dëshiron që kur të rritesh të bësh lujtar i futbollit, apo ta kesh si profesion? Po, E Antona na tregon përfund edhe cili është lojtari ju i preferuar dhe cili është ai lojtar që ti dëshiron të bësh si ai kur të rritesh? e Neymari. Të lumt Anton, unë ty të uroj shumë suksesa, shpresoj që të bësh edhe më i mirë se Neymari dhe më i mirë se të gjithë futbollistët të tjerë. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Një tjetër intervistë përsëri këtu në klasën e parë, ne do ta zhvillojmë me Jeonitën. Përshëndetje Jeonita. Përshëndetje. Jeonita, cila është lënda jote e preferuar këtu në shkollë? Gjuha shqipe. Gjuhar shqipe. Jeonita, ju sot e keni mësuar shkronjën që këtu në gjuhën shqipe, edhe në fletën që ti e ke përpara. Po ashtu në fund të fletës ju e keni edhe një tekst. A mund ta lexosh për ne Jeonita? Gjoni gjiron me kamër, Gjoni erdhi nga Amerika, a i kishte një kamër. Gjoni gjiroj vendet tona të bukura, kur të kthehet në Amerikë, njerëzit do të habiten me bukuritë e Kosovës, tha Gjoni. Të lumt Jeonita, një tekst shumë i mrekullueshëm që ti e bëre edhe më të mrekullueshëm kur e lexove aq bukur. E Jeonita, unë për fund ty dua të pyes edhe për ëndrrën tënde ose për karrierën, për profesionin që ti do ta bësh në të ardhmen. Cila është ëndra jote? Ëndra ime është të jem doktoresh. E pse dëshiron të jesh doktoresh? Çfarë bëjnë doktorët? Ndihmojnë njerëzit, të ndihmojnë fëmijët kur lindin. Shumë bukur Jeonita, unë ty të uroj shumë suksesa, shpresoj që të bëhesh një doktoresh e mrekullueshme. Faleminderit shumë. Ditën e mirë. Vizioni i këtij institucioni mbetet cilësia në arsim dhe ofrimi i kushteve sa më të mira për t'ju garantuar nxënësve mësime të mbara, sepse arsimimi është arma më e fortë që mund të përdorim në rrugën për sukses. Vizituam këtë të diel shkollën Ardhmëria në fshatin Ramoc. Patët mundësinë që të shikoni shumë më shumë nga shkolla, intervista të mrekullueshme si me stafi menaxhuese, po ashtu edhe me vosimthësit dhe nxënës të cilët mbartin potencial jashtëzakonisht të madh, të përgatitur jashtëzakonisht shumë, si për intervista ashtu edhe për jetë me mësime të ndryshme që ligjërohen në këtë institucion edukativo arsimor. Ju vazhdoni të qëndroni me ne. Faleminderit që ishit deri në këto qaste. Të dielën tjetër në ora 17:30 ju mirëpresim me emisionin e radhës. Deri atëherë, gjithë të mira dhe mirëmbëjtje.